Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 5 nëntor 2025. Dashi. Disa vështrime të karakterit tuaj rrezikojnë të krijojnë trazira në marrëdhëniet me të tjerët. Kini kujdes të mos jetoni dy histori në të njëjtën kohë. Demi. Nëse ka pasur një konflikt, duhet të përpiqesh ta zgjidhësh, nuk mund të vazhdosh kështu në punën tënde, mund të kërkosh një mjedis të ri ku të operosh, në dashuri dëshironi mbrojtje. Binjakët. Situata e fatit për takime të reja, sot dhe nesër ju lejojnë gjithashtu të kapërceni një fazë ankthi. Është gjithmonë e mençur të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet, ato kanë qenë të tepërta kohët e fundit. Gaforia. Këtu është një ditë e bukur për t'u imponuar, për të kapërcyer çdo sfidë. Vazhdoni me qetësi dhe pasion. Kontributi i duhur i fatit. Luani. Ju duhet të përpiqeni të vendosni një fytyrë të mirë në një lojë të keqe. Disa mendime pune u derdhen në marrëdhënie ndërnjerëzore. Deri tani, ju mund ta konsideroni qëndrimin e partnerit si të papërshtatshëm. Virgjëresha. Muaj të rëndësishëm të rilindjes. Në dashuri nuk keni paqartësi. Peshorja. Është e mundur të planifikoni një takim të këndshëm, diçka argëtuese, tani me të vërtetë mund të presësh edhe më shumë nga vetja. Mundësi për punë kërkuesit. Akrepi. Ju do të keni zellin për të vepruar, përpiquni të bëni marrëveshje dhe aleanca. Më mirë në mbrëmje. Rrufeja në dashuri edhe për ata që kanë qëndruar vetëm ca kohë. Shigjetari. Më shumë stabilitet. Filloni projekte të reja. Britqapi. Nëse ka kredi të vjetra për t'u kërkuar ose punë të reja që mund të sjellin para, situata është e favorshme, dhe edhe ju rekomandoj që të hapni mëngët dhe të veproni tani. Ujori. Të ndjeheni pak të shqetësuar është e mundur, ju shqetësoheni për dikë në shtëpi. Si në dashuri ashtu edhe në punë diçka nuk shkon, ndoshta ka pasur shkënjime në lidhje me një projekt apo një program që keni menduar se do të ishte më i kënaqshëm. Peshqit. Favorizohen kontaktet e biznesit, njohjet e reja dhe miqësitë. Nëse dikush është përpjekur t'ju kënaqë në të kaluarën, tani nuk mund të veprojë më, ju mund të hakmerreni mirë. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.